Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ndjeni dhimbje kockash dhe gjunjësh, ja receta që ju shëron me njëherë. Sipas shumë ekspertëve shëndetësor, mënyra e gabuar e të qëndruarit është ndër shkaktarët kryesor për dhimbjet në shpinë, nyje dhe në këmbë. Prandaj është shumë e rëndësishme dhe e domosdoshme të korrigjohet kjo dukuri me qëllim që të parandalohen komplikimet e mëtejshme. Mirë po fatmirësisht mjekësia alternative apo tradicionale mundëson që përmes përbërësve natyral t'i forconi eshtrat, gjunjët, nyjet, si edhe t'i eliminoni dhimbjen me këto pjesë të trupit. Paraprakisht vlen të ceket se kjo recetë ka origjinën nga Greqia e lashtë dhe ka efekte të mahniqme pozitive. Përbërësit janë 1 kilogram mjalt, 10 lugë fara liri, 50 gram të farave të kungujve, 5 lugë gjelle susam, 3 lugë gjelle rrushë të thatë, 50 gram fara lule dielli, 50 gram kokra gruri. Të gjithë përbërësit e përmendur i fusni në një tas të madh, i përzieni mirë dhe produktin e vendosni në një gotë të xhami. Duhet të përdorni 1 lugë gjelle nga ky ilaç para mëngjesit dhe drekës. Konsumimi i këtij ilaçi natyral e përmirëson metabolizmin, i forcon eshtrat dhe muskujt e zemrës, si edhe rikthen dhe përmirëson elasticitetin e ligamenteve. Plakja mundet që të duket e vështirë, pasi sjell ndryshime të cilat prekin shëndetin e përgjithshëm. Kockat tuaja do të bëhen më të dobta dhe zorët konsumohen për të mos përmendur dhimbjen shqetësuese në gjunjë. Gjunjët janë nyja më kryesore sepse mbajnë 80% të peshës totale të trupit. Postura jo e drejtë e trupit, orët e gjata të qëndrimit në këmbë dhe pesha trupore janë shkak për dëmtimet e gjunjëve. Provoni këtë ilaç super të fuqishëm dhe dhimbja e nyjeve do të lehtësohet pothuajse me njëherë. Ju kështu do të ndjeni lehtësi të madhe dhe ndjeshmëri në lëvizje, dhe kjo nuk do të ketë as edhe një efekt ansor, sepse gjithçka që ju do të përdorni është fal përbërësve natyral. Me kalimin e kohës, me përdorimin e kësaj recete, dhimbja juaj do të zhduket pothuajse plotësisht dhe kockat do të jenë më të forta. Përbërësit janë 2 lugë speci kuq, gjysmë filxhani vaj ulliri të ngrohtë ose 1 filxhan uthull molle dhe xhinxher. Përgatitja: kombinoni përbërësit së bashku derisa të krijohet një masë homogjene në formën e pastës. Përdorimi: masazhoni gjunjët dhe nyjet e tjera ku keni dhimbje me këtë përzierje 2 herë në ditë. Lëreni të veprojë për 20 minuta. Speci i kuq ka aftësi të lehtësojë dhimbjen. Ai është një agent i fortë analgjezik, që do të thotë se do të japë një ndjesi të ngrohtë dhe do të lehtësojë çdo dhimbje dhe siklet. Tendina dhe ligamentet do të jenë më të forta dhe inflamacioni do të zhduket. Nëse kjo kurë, tërësisht natyrale, do të përdoret rregullisht, ju do të ndiheni shumë herë më të rinj dhe nuk do të luftoni më me dhimbjen e gjunjëve apo nyjeve të tjera. Ekspertët thonë se dhimbjet e kockave apo kyçeve mund të shkaktohen nga imuniteti i dobët i trupit dhe mungesa e aktivitetit fizik. Në këtë video ne do të paraqesim një recetë natyrale e cila është mjaft efektive në lehtësimin e dhimbjeve dhe në forcimin e strukturës së kockave. Gjithçka duhet të bëni është të merrni 2 lugë gjelatinë dhe 1 gjysmë filxhani me ujë të ngrohtë. Futeni përzierjen në frigorifer dhe gjelatina në pak orë do të kthehet në pelte. Pijeni këtë ilaç çdo mëngjes e esëll. Ju mund ta shtoni atë në qumësht, kos apo çaj. Gjelatina ndihmon në reduktimin e dhimbjeve të shtyllës kurrizore, këmbëve, qafës e të tjerë. Ju duhet të përdorni trajtimin me gjelatinë për 1 muaj dhe mund të ripërsëritet pas 6 muajsh. Në më pak se 1 javë ju do të vëreni ndryshime të dukshme në gjymtyr dhe dhimbjet do të reduktohen. Përveç këtyre, gjelatina ka edhe disa efekte të tjera të dobishme, si
forcon muskujt e zemrës, rrit metabolizmin, rrit aftësinë mendore, rrit elasticitetin e lëkurës, parandalon osteoporozën dhe osteoartritin, përmirëson strukturën e lëkurës dhe të flokëve. Gjithashtu, dhimbjet e kockave po kthehen në një problem shëndetësor shumë të përhapur kudo, edhe në Shqipëri. Kjo ndodh edhe sepse njerëzit nuk kanë shumë kohë për aktivitet fizik, ndërkohë që jetëgjatësia është rritur. Kjo nënkupton se njerëzit po jetojnë për një kohë të gjatë dhe rrjedhimisht i përdorin muskujt e tyre dhe kockat për më shumë kohë. Në përgjithësi, njerëzit kërkojnë ndihmën e medikamenteve qetësuese. Shpesh këto ilaçe kur pihen me tepri janë të dëmshme për stomakun dhe për mëlçinë. Natyra nga ana tjetër na ka dhënë shumë burime të rëndësishme kundër dhimbjeve që nuk dëmtojnë organet e tjera. Në këtë video ju do të mësoni për një trajtim shumë të fuqishëm kundër dhimbjeve të kyçeve, e cila bazohet në përdorimin e kripës dhe të vajit. Vlerat e vajit të ullirit. Vaji i ullirit është i pasur gjithashtu me polifenol, të cilët shërbejnë si antioksidant. Në momentin që ky lëng i artë bie në kontakt me organizmin, atëherë kjo tregon se inflamacioni sa do të vijë do të zhduket dhe rrjedhimisht qarkullimi i gjakut do të bëhet edhe më aktiv dhe kjo do të mbajë organet tuaja akoma dhe më të shëndetshme. Dhe njëkohësisht, sapo bie në kontakt me organizmin ngadalëson plakjen e qelizave. Kjo do të thotë që dhimbjes tuaj do t'i duhet më shumë kohë për t'u shfaqur. Trajtimi me vaj dhe krip kërkon kripdeti sepse ajo ofron përfitime shumë të mira dhe të jashtëzakonshme për të gjithë organizmin. Kripa e detit gjithashtu përmban magnezi, i cili mundet të forcojë edhe indet tuaja. Mineralet e tjera të cilat gjenden po ashtu tek kripa janë shumë të mira për sistemin imunitar dhe për shërimin e kockave dhe të muskujve. Sikur të mos mjaftonte kjo, kripa e detit arrin që të përmirësojë gjithashtu qarkullimin e gjakut dhe nga ana tjetër eliminon edhe sasitë e tepërta të sodiumit në gjak, duke ulur kështu edhe tensionin e tij. Kura me vaj dhe krip për dhimbjet e kockave. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 1 gotë me ujë, 20 lugë gjelle me vaj ulliri, 10 lugë gjelle me krip deti. Përdorimi i kurës kundër dhimbjeve të kockave. Shtoni vajin e ullirit dhe kripën në ujë dhe përzjeni së bashku. Masën e përftuar përdoreni për të masazhuar zonën e prekur nga dhimbja për rreth 3 minuta. Masazhi fillestar duhet të zgjasë 3 minuta dhe duhet të arrini që të masazhoni zonën e prekur për deri në 10 ose 20 minuta. Kjo kurë duhet aplikuar në lëkurë për 10 ditë me radhë. Rezultatet do të jenë të shpejta dhe afatgjatë. Do të shikoni që do të mund të lëvizni më lehtë dhe dhimbja do të zbutet ndjeshëm. Nëpërmjet këtij masazhi, qelizat tuaja do të rigjallërohen dhe qarkullimi i gjakut do të jetë më i mirë dhe sistemi imunitar më i fortë. Në disa raste mundet që të vëreni që lëkura edhe skuqet. Kundër skuqjes mundet që të përdorni një peshqir me ujë të ngrohtë dhe më pas pak pudër. Ju këshillojmë që ta provoni këtë kurë. Nuk keni asgjë për të humbur, përkundrazi mundet të përfitoni shumë. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.